Dhuna në familje është një fenomen kompleks që prek jo vetëm familjen, por edhe mbar komunitetin. Në Bashkinë Këlcyer gjatë vitit 2025 është vërejtur një rritje e ndërgjegjësimit të viktimave për të kërkuar ndihmë pranë institucioneve përgjegjëse. Duke bërë një krahasim me vitet e shkuara, mund të themi që rastet e dhunës ose raportimet kanë ardhur duke u shtuar. Kjo mendoj që është një shenjë e mirë, një shenjë ndërgjegjësimi që njerëzit kanë mundur ta bëjnë në veten e tyre dhe në komunitetin ku jetojnë, pasi nuk kanë më frikë që ta denoncojnë rastin. Kanë mundur, si të thuash, të thyejnë atë tabun që deri më dje ekzistonte. Në qoftë se do të bëjmë një llogaritje në përqindje, mund të themi që rastet e raportuara, të denoncuara në krahasim me vitet e shkuara janë arritur deri në 40%. Bajrami u drejton një apel viktimave të dhunës që të mos heshtin dhe të denoncojnë rastet e dhunës, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes institucionale dhe ligjore. Gjatë menaxhimit të rasteve, hasemi dhe me vështirësi dhe një ndër vështirësitë kryesore që qëndron dhe ende nuk është zhdukur është frika e viktimave për ta raportuar, pavarësia ekonomike dhe mentaliteti. Pra, sot na jepet mundësia që të japim dhe një mesazh gjithë qytetarëve dhe rasteve të viktimave të dhunës. T'ju themi që dhuna në familje nuk është diçka private. Çdo rast i raportuar shpëton një jetë njeriu. Pra, çdo institucion është aty për të mbrojtur dhe jo për të gjykuar. Vitet e fundit vihet re një ndërgjegjësim gjithnjë më i madh për të frenuar këtë fenomen, i cili shpeshherë degeneron dhe sjell pasoja të rënda, jo vetëm tek viktimat, por edhe për shoqërinë në tërësi.